Të dashur shqiptar, është gjetur vari i Flavius Albanus, është ndërtuar nga djali i tij, Aemilius Albanus. Në periudhën e lashtë nuk ka patur mbiemra. Këta persona të gjithë e quajnë veten Alban. Ky person është varrosur në Maqedoni, pranë Albanopolis. Pra është emri i qyteti që t'i jep emri Alban. Vlerën Alban. Pllakës ishte vënë data shekulli II i erës sonë, që të justifikohet data e pushtimit romak të Maqedonisë. E vërteta është që këto pllaka janë dhe askush nuk e di se çfarë date kanë. Arkeologët maqedon, duke dashur që ta bëjnë sa më të vonë emrin Alban, emrin e shqiptarëve, ja vënë shekulli II i erës sonë. Çrëndësi ka. Albanopolis është kryeqyteti i shqiptarëve në Maqedoni, i albanëve. Kjo është e sigurt. Ky është identiteti i shqiptarëve, janë alban. Ky emër u bë Arbën, pastaj Arbëresh, pastaj Arvanitas në Greqi, dhe janë që të gjithë vendas, fise indigjene. Tani nga diun këtë, se mund thoni ju, po ishin ushtar romak, po pa dyshim që ishin ushtar romak, por ushtarët romak filluan të zvendçoheshin me ushtar i lirë. Albanopolis ka ekzistuar përpara pushtimit romak të Ilirisë. Alban quhen trojan. Albano-trojanët kanë ardhur nga Azia e vogël për në Greqi deri në Shqipëri. Ka më shumë toponime arvanitase në Greqi se sa toponime albanësh, shqiptarësh në Shqipëri. Ka mbi 4.000 toponime arvanitasish në Greqi. Logjikisht, trojano-albanët erdhën nga Azia e vogël, kaluan përmes Ilirisë dhe vendosën nga Italia e Veriut, erdhën për në qytetin Alba Longa. Alba Longa do thot dosa e gjatë, dosa e madhe me një njollë të bardhë në ballë. I njëjti motiv është edhe në mitologjinë egjiptiane, një dem me një njollë të bardhë në ballë zgjidhej si përfaqësuesi i diellit. Kafsh me njollë të bardhë ishte gjithmonë një kafshë e veçantë. Nuk bëj fjalë për njeriu, bëhet fjalë për kafshën që i dedikohet faraonit. Dhe në fakt, Greqia është quajtur Apia ose toka e perëndis Hapis, kështu që është i demi me njollë të bardhë. Dhe qyteti më i vjetër i Greqisë është Teba, qytet egjiptian, Thiva e sotme. Mesapia nuk do thot mes të ujrave, siç mendonte Norbert Jokli, po do thot në mes të Greqisë, që quheshte Apia. Nuk është përdor emri Hellas, por Apia, perëndia e demit me njollë të bardhë. Në ballë. Madje varrosej bashkë me faraonin në një sarkofag gjigant për demat. E pabesueshme. Data nuk ka as pak rëndësi. Shekulli II, shekulli III, vërja si të duash ti. Emri i Albanopolisit është aty në pllak, i gjetur në Maqedoni. Ky është kryeqyteti i Maqedonisë, Albanopolis, dhe i Dardanisë. Ky është emri i etnosit Albanoi, arbërit e sotëm. Dhe unë më 4 gusht të vitit 2026 në TikTok deklaroj që gjuha shqipe ka të njëjtin lakim emrash, të emrave që vinë nga latinishtja në rasën kallëzore, dhe kjo ndodh në gjuhën shqipe arumune të Sardenjës dhe të Sicilisë së lashtë që është dukur sot. Atëhere shtrohet pyetja. Kryeqytet Albanopolis përpara pushtimit romak. Gjuha shqipe identike me gjuhën latine gramatikisht. Latinët e quajnë veten trojan alban.
Ky emër është më i përhapur në Hellad se sa këtu. Hellada është quajtur Apia dhe jo Hellada. Emri Hellas është i shpikur nga mbreti Otto i Austrisë, ishte i dashuruar me helenizmin dhe nuk e dinte që emri greqisht ishte Apia. Dhe Mesapët janë banorët më të lashtë të Greqisë, sepse ata mbajnë mend që këtu ka patur edhe egjiptianë Tebë. Dhe kjo tokë quhet toka e Perëndis Hapi në gjuhën egjiptiane të dashur Pelazgë. Idenë që ju jeni Pelazgë e kanë hapur vetë grekët, që t'ju heqin identitetin alban. Aty kanë kleçkën ata, aty kanë atë helmin. Ju vjen plasje që emri alban që nga kaq i lashtë, që emri alban vetë pohojnë në të gjitha dokumentat e Bizantit që është emri i trojanëve. Praktikisht, ku vajtën trojanët? Ku shkuan u shkatrua Troja? Po ku ikën ata? E pra të gjitha legjendat thotë që erdhën për në Hellad, erdhën për në Iliri dhe pastaj kaluan për në gatishullin e Italisë. Atëherë legjendat që kanë të vërteta, unë se kisha menduar kur. Në fakt, unë i kam përbuzur autor të tillë shqiptar që merren me legjenda, me përralla. Po në qoftë se legjenda është e vërtetë dhe bazohet në fakte, me emra, me kryeqytet Albanopolis, me njerëz të varrosur me mbiemrin Alban, që në lashtësisë nuk ekzistonte mbiemri, po do të ishte pra pjesë e qytetit Albanopolis që të kishte këtë emër fisi jot, Albani. Atëherë shtrohet pyetja, identiteti i lirë çfarë është? Në qofse që në lashtësi kjo popullsi është quajtur albane trojane, a mos ndoshta hyllyroi Syshtrembër është thjesht një sharje greke që është vënë më vonë? Sepse nuk del në përvarre, nuk del kudo që shikoj, më dalin Alban. Më del Albanopolis, kryeqyteti i albanëve trojan. Më del gjua latine ngjashme me shqipen, më del shqiptari alban autokton. Po ç'të bëjmë tashti? Një ta shikojmë bashkë, pra datat s'ka rëndësi. Rëndësi kanë pllakat. A e dini çfarë gjë më e bukur? Që dedikimi është bërë në greqisht. Pra grekët thonë, që ju jeni nga Kaukazi, kur shqiptarët quhen Alban Trojan. Dhe emri në Kaukaz nuk ekziston fare Alban në dokumentat e Bizantit. Troja quheshte Albane, shqiptarët quhen Alban, dhe romakët e quajnë veten e tyre Alban. Ky është dedikimi në varrin e Flavius Albanus, djali i Aemilius Albanus. Tani mund t'ja vësh ti datën shekullit 2 para erës sonë ose shekullit 3 erës sonë, ç'rëndësi ka data. Albanopolis ka qenë aty që përpara ardhjes së romakëve dhe rezulton që sipas Titius Livius fisi Ardiej fliste latinisht. Provat janë tek emrat e lumenjve, Barbana, që është buna e sotme, Klausal ose Chelsea, është emri i Kiri i sotëm, dhe do i sjell edhe dokumentat të tjera të rëndësishme që Ardiejt, ilirët, flisnin latinisht dhe shtypnin monedha në gjuhën greke dhe varroseshin me mbishkrime në gjuhën greke. Përse ndodh kjo, unë sari do ta kuptoj, po kjo ne nuk na bën grek. Apo jo? Që Flavius Albanus është romak, i fisit Albanoj, këtë nuk e luan topi. Që vari është ngritur nga djali i tij Aemilius Albanus, të se luan topi, po gjë me qesharak është që teksti është në greqisht. Pra, në qoftë se ti je pas ke varin në greqisht, që në kanë deri madh, sepse zotat ishin greke. Këtë kemi harruar në, që kur shkon në botën tjetër ti duhet të flasësh gjuhën helene, që të kuptoj Zeusi. Këtë se kisha menduar kur. Kjo është arsyeja që 224.000 pllaka varresh të mbledhura nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë janë të gjitha në greqisht. Një lloj si kjo pllak, e gjetur në Maqedoni.
A që do të thotë kjo asgjë? Do të takosh Zotin ti? Ma fal, po se o si greqisht flet. Këtë se kishim menduar kur. Mi faleminderit shumë të dashur Alban. Ky është identiteti jonë dhe jo pellazg. Dhe mirë pafshim në filma të tjerë shkencor.